Ky është Mariolin Malaj, personi dyshuar nga policia e Lezhës për vjedhjen e disa bijuterive me vlerë brenda një banese në Ishull Shëngjin. Policia e Lezhës vurin pra nga 24 vjeçarin pas kallëzimit të bërë në komisariat nga pronari i banesës, i cili tha se një person i kishte grabitur bijuteri të cilat sipas policisë kapin vlerën rreth 300.000 lekë. Ngajtimet e kryera rezultoi se Mariolin Malaj, pasi kishte vjedhur bijuteritë, kishte shitur ato në një argjendari në Shkodër. Gjatë kontrolleve të ushtruara në këtë subjekt, grupi hetimor gjeti bijuteritë dhe i sekuestroi në cilësinë e provës materiale, ndërsa nisi procedim në gjendje të lirë për pronarin e argjendarisë. 41 vjeçari do të hetohet për kryerjen e veprës penale, fshehja e të ardhurave, ndërsa i arrestuari do të dalë përpara gjykatës së shkallës së parë Lezhë brenda 72 orëve për vlerësimin e kushteve të masës së sigurisë. Ndërkohë prokuroria do të hetojë në rast se 24 vjeçari ka apo jo precedent më parëshëm penal në fushën e vjedhjes, dhe në rast se ai është përfshirë në veprimtari të tillë më parë në qytetin e Lezhës ose më gjerë.